Fermeri I pagoi një shumë të madhe për një kal që askush nuk arrinte ta zbute. Ai thiri zbutësit më të mirë të krahinës. Njëri doli me brinjë të thyrë, tjetri përfundoi në spital. Atëherë shpalli një sfidë të hapur, kushdo që do ta hipte dhe do ta zbute kafshën, do të merrte një shpërblim të madh në para të gatshme. U shfaqën burra të mëdhenj, baqer me përvojë, kalores rodeosh. Por ai që e bëri të heshte të gjithë fermën nuk ishte asnjëri prej tyre. Ishte një vajzë 22 vjeçe që mbërriti më këmbë, pa shal e pa shtiza, me një copë sheqer kallami në xhep. Në qytetin e qetë, një vend I vogël I humbur në brendësi të vendit, të gjithë e dinin kush sundonte. Nuk ishte kryetari I bashkisë, nuk ishte prifti. Ishte Agim Krasniqi, pronari I mirë akrerëve bagëti, I tokave që shtrieshin deri ku të shikonte syri dhe I një godinë ferme që dukej më shumë si vil telenovele. Agimi ishte mbi 70 vjeç, me flokë të bardhë të krejur pas, duar të trasha prej njeriu që kishte punuar shumë, por që prej kohësh vetëm tregonte me gisht dhe urdhëronte. Vishte gjithmonë kapele, çizme lëkure dhe kishte një vështrim që mjaftonte t'i bënte punëtorët të ulnin kokën para se ai të fliste. Por ajo që e përcaktonte Agimin nuk ishte pasuria, ishte mënyra si I trajtonte njerëzit. Për të, bota ndahej në dy lloje, ata që kanë dhe ata që shërbejnë. Gjysma e qytetit varri prej tij në një mënyrë a tjetër. Kasapi blinte bagëtinë e tij, punëtorët punonin në tokat e tij dhe Agimi I mblidhte të gjitha borxhet, jo gjithmonë me para, por me vështrime dhe fjalë të thëna në momentin e duhur. Ta sfidoje Agimin kishte pasoja. Ai nuk kërcënonte kurrë me dhunë, thjesht mbyllte portat, priste kredit. Dhe në një qytet ku ferma e tij ishte motori I gjithçkaje, të hyje në listën e zezë të Agimit ishte si të dëboheshe pa lëvizur nga vendi. Në këtë sfond u shfaq Bubullima, një hamshor lusitan I racës së pastër që Agimi e bleu në një panajër kuajsh në Sao Paulo për një shumë marramendëse. Me qime të zeza si nata pa hën, muskuj të gdhendur dhe qëndrim të një kafshe që e dinte se ishte e veçanë. Agimi e solli kalin me kamion të klimatizuar dhe veterinar pranë. Kur kafsha zbriti në fermë, gjysma e qytetit ishte aty për ta parë. Ai e pagëzoi Bubullima dhe u mbur se ai kal do të bëhej ylli më I madh I rajonit, do të fitonte ekspozita, konkurse dhe do të ishte riprodhuesi më I vlefshëm I krahinës. Problemi ishte se Bubullima nuk binte dakord me asnjë nga këto plane. Që ditën e parë, kali tregoi kush ishte. Nuk lejonte askënd t'i afrohej. Punëtorët kishin frikë edhe të hynin në rrethim. Bubullima kafshonte, shkelmonte, ngrihej përpjet dhe përplaste trupin në gardh me aq forcë sa dërasat çareshin. Në syt e tij kishte diçka që askush nuk dinte ta shpjegonte, por të gjithë e ndjenin, zemërim. Një zemërim I vjetër I një kafshe që ishte rrahur, detyruar, thyer me brutalitet. Bubullima nuk I besonte asnjë njeriu dhe e tregonte këtë me çdo muskull të trupit. Agimi nuk ishte njeri që pranonte humbjen. Ai punsoi zbutësin më të famshëm të zonës, Besnik Hoxha, I cili kërkonte pagesë të lartë dhe mburej se nuk kishte dështuar kurrë. Hyri në rrethim I sigurt në vetvete. Për më pak se gjysmë minute ishte në tokë me shpatull të nxjerrë. Agimi thiri një tjetër nga një qytet fqinj që zgjati pak çaste para se një shkelm ta dërgonte në spital. Thiri edhe të tjerë nga disa qytete. Asnjëri nuk rezistoi më shumë se një minutë. Disa dilnin duke çaluar, të tjerë kërkonin ndihmë mjekësore. Çdo përpjekje e dështuar kushtonte para, por më keq akoma, kushtonte reputacionin e Agimit. Qyteti I tërë po shikonte. Filluan komentet. Fillimisht me zë të ulët në radhën e marketit, pas meshës, pastaj më hapur në bar dhe në shesh. Agimi bleu një kal të shtrenjtë që nuk shërben për asgjë. Është I bukur, por I çmendur. Qeshjet ishin të përmbajtura, por ekzistonin. Dhe nëse kishte diçka që Agimi nuk e duronte dot, më shumë se humbjen e parave, ishte të bëhej objekt talljeje. Kjo e digjte nga brenda. Një natë, pas një tjetër përpjekjeje të dështuar, Agimi mori vendimin. I ulur vetëm në verandën e fermës, me një filxhan kafeje në dorë dhe krenarin që I digjej në kraharor. Nëse asnjë profesionist nuk arrinte, ai do ta kthente gjithçka në spektakël. Do t'i tregonte qytetit se problemi nuk ishte kali, por mungesa e dikujt të denjë. Të nesërmen urdhëroi të shtypeshin banderola të mëdha dhe t'i vendosnin në çdo cep të qytetit të qetë. Mesazhi ishte I thjeshtë, sfidë e hapur. Kushdo që hipën dhe zbut Bubullimën, fiton shpërblimin në para të gatshme. Në një qytet ku shumica e familjeve jetonin me shumë pak, ajo shumë dukej e pabesueshme.
Lajmi u përhap si zjarr në bar të thatë. Në 2 ditë nuk flitej për asgjë tjetër. Zbutës nga qytetet të tjera njoftonin se do të vinin. Vaqerë që mendonin se ishin mjaftueshëm të Zot filluan të përgatiteshin. Dhe Agimi, në mes të një rrethi burrash në bar, shijoi vëmendjen dhe tha fjalin që vulosi gjithçka. Ai kishte thirrur më të mirët dhe asnjëri nuk ja kishte dalë. Tani donte të shihte nëse në atë qytet kishte të paktën një burr të vërtetë. Fjalët mbërritën deri në një tokë të vogël, aq të vogël sa mezi shfaqej në har. Atje jetonte Elira Noga, një vajzë 22 vjeçe që kujdesej për një pelë të vjetër, parac, që shumica do ta kishin çuar prej kohësh në thertore. Kur Elira dëgjoi për shpërblimin, për kalin e pamundur dhe për fjalinë e Agimit, ndjeu diçka që nuk dinte ta shpjegonte, por që ja përshpejtoi rrahjet e zemrës. Mes saj dhe atij rrethimi qëndronte një pengesë më e madhe se çdo kali egër, babai i saj, Mentor Noga. Ta bindje Mentor Nogën do të ishte pothuajse po aq e vështirë sa të zbutje bubullimën. Toka e Nogës ishte në fund të një rruge balte, një shtëpi e thjeshtë, një rrethim i vogël, disa kafshë dhe një kopsht për të cilin Elira kujdesej çdo mëngjes. Mentori ishte mbi 60 vjeç, me trup të lodhur nga puna e rëndë dhe një koll që e mbante zgjuar natën. Nëna e Elirës, Lulieta, kishte vdekur vite më parë nga një sëmundje që u përkeqësua për mungesë mjekimi. Që atëherë, mentori e kishte rritur vajzën i vetëm, duke i mësuar gjithçka për jetën e vështirë. Por një gjë nuk ja kishte mësuar dot, kuaj. Dashuria e Elirës për kuajt kishte filluar që fëmijë. Ajo mësoi t'i lexonte, t'i kuptonte pa forcë, pa dhunë. Përdorte durim, heshtje dhe prekje. Ishte dhunti. Pela e saj quhej Ylli, e vjetër, e lodhur, por i bindej Elirës si të ishte pjesë e shpirtit të saj. Kur Arjani, djali që sillte qumështin dhe lajmet, i tregoi për sfidën, Elira heshti. Ajo pa Yllin në rrethim dhe mendoi për borxhet, për çatin që pikonte, për ilaçet që ja ati nuk blinte dot. Por mbi gjithçka, ndjeu një siguri të qetë, ajo e kuptonte atë kal. Një kal që sulmon të gjithë nuk është i keq, është i plagosur. Në darkë, ajo i foli të atit. Mentori u zbe nga frika. Ai i tha se nuk mund ta humbiste. Elira i tregoi se e dinte çdo sakrificë, çdo dhimbje. Heshtën gjatë. Derisa mentori, me zë të ulët dhe të dridhur, tha se nëna e saj do ta kishte lënë të shkonte. Ai pranoi ta shoqëronte, por jo ta shikonte nga afër. Dhe në atë heshtje të natës, vendimi u mor. Nuk do të shkoj keq, baba. Mentori nuk fjeti atë natë. Qëndroi ulur në verandë derisa qielli filloi të zbardhej, duke parë errësirën dhe duke i kërkuar Lulietës, kudo që të ishte, t'i bënte një nder, ta mbronte vajzën e tyre. E shtuna do të vinte dhe, kur të vinte, Elira do të përballej me shumë më tepër se një kali egër. Do të përballej me shikimin e një qyteti të tërë që tashmë kishte vendosur se ajo nuk ishte e aftë. E shtuna zbardhi e nxehtë, me atë diell të brendësisë që djeg që herët. Elira u ngrit para Agimit, si gjithmonë, por atë ditë nuk shkoi të miel dhe as të kujdeset për kopshtin. U la me ujin e kovës, veshi xhinset më të mira që kishte, ato më pak të konsumuarat, çizmet e vjetra dhe një këmish me kuadrate të babait, që i rinte e madhe. I lidhi flokët bisht, futi një copë sheqer kallami në xhep dhe mori një litar të thjeshtë, nga ata që përdorte me yllin. Nuk mori shal, nuk mori shtiza, asgjë tjetër. Mentori e priste në verandë, tashmë i veshur, me kapelën në dorë. Syt i kishte të enjtur nga pagjumësia. Nuk tha asgjë. Vetëm tundi kokën dhe të dy u nisën në këmbë përgjatë rrugës së dheu. Deri te ferma Krasniqi ishte gati një orë ecje. Shkuan pothuajse gjithë kohën në heshtje. Kur tashmë dukej çatja e ndërtesës kryesore poshtë, mentori u ndal dhe i kapi krahun vajzës. Elira, nëse në ndonjë moment ndjen se nuk ja del, largohu. Nuk ke pse ti provosh asgjë askuj. E di, baba. Premton? Premtoj. Mentori ja shtrëngoi dorën, e la dhe foli me zë të ulët. Unë do të qëndroj te hyrja. Nuk arri të shoh nga afër. Elira e kuptoi, i puthi ballin dhe zbriti vetëm drejt fermës. Ajo që gjeti poshtë i ngjante një festë rodeoje. Qindra njerëz të shpërndar në obor, familje të tëra, të moshuar në karrige plazhi, djem të mbështetur te kamionçinat, tezga me ushqim dhe pije. Dikush kishte vënë muzikë, por në qendër të gjithçkaje, në rrethimin e madh të përforcuar, bubullima ecte nervoz, frynte dhe godiste tokën me thundër. Kali e dinte se diçka po vinte.
Agim Krasniqi shikonte nga një platform druri, ullur në një karrige që i ngjante fronin. Kapel e re, këmish liri. Pranë tij, mbi një tavolinë të mbuluar me pëlhur të gjelbër, qëndronte shpërblimi i dukshëm për të gjithë. Ajo shumë nuk ishte vetëm çmim, ishte një mesazh. Ai kishte aq shumë sa mund t'i linte parat në diell pa i bërë përshtypje. Para rrethimit ishte një tavolinë regjistrimi me një fletore. Më shumë se 20 emra ishin shkruar. Zbutës nga qytetet fqinje, vaqer vendas, punëtor të rajonit. Mes tyre, Dritan Berisha, një burr i madh me shpatulla të gjera, që e quante veten vaqerin më të mirë të qytetit të qetë dhe e shpallte këtë me zë të larë. Ai ishte mbështetur te gardi, duke përtypur kashë, me disa të tjerë rreth e rrotull. Elira e përshkoi oborin vetëm. Ndiu shikimet që i ngjiteshin teksa avanconte. Një vajzë e dobët, me rroba të thjeshta, mes gjithë atyre burrave. Kur mbërriti te tavolina dhe tha se donte të merrte pjesë, organizatori, një burr barkmadh me mustaqe të trasha, ngriti syt dhe e mati nga kokat e këmbët, pa u fshehur. Pjesë të çfarë, bi? Të sfidës. Kam ardhur të zbut kalin. Ai qëndroi ngrirë për disa çaste, si të priste një shaka. Kur kuptoi se ajo ishte serioze, shpërtheu në të qeshura dhe u kthye nga të tjerët. Njerëz, vajza e mentorit do të zbusë bubullimën. E qeshura u përhap shpejt. Dritani pështyu në tokë dhe foli me zë të larë. Ktheu në shtëpi, vajzë. Shko mjel lopët, këtu është vend burrash. Të qeshurat u dyfishuan. Elira ndjeu fytyrën ti DJ, por shtrëngoi nofullat. Zhurma tërhoqi vëmendjen e Agimit. Ai zbriti nga platforma ngadalë dhe ju afrua. Turma u hap dhe heshtja ra. Ai e pa Elirën me atë shikim të njohur dhe foli qartë. Ai kishte sjell zbutësit më të mirë, burra me përvojë të gjatë, dhe asnjëri nuk ja kishte dalë. Dhe tani ajo, një vajzë me një pelë të vjetër, mendonte se do të bënte çfarë saktësisht. Duartrokitje shpërthyen. Elira dridhej, jo nga frika, por nga zemërimi. Mori frym thellë dhe i foli drejt në sy. Sfida ishte e hapur. Nuk kishte kushte. Nëse dëmtohem, është përgjegjësia ime. Unë do të hyj në atë rrethim. Buzëqeshja e Agimit u shua. Ai u kthye dhe u largua, duke i thënë se ajo do të binte. Elira mbeti aty, me litarin në dorë dhe sheqerin në xhep. Dha emrin, u tërhoq anash dhe priti. Para saj, një nga një, burrat hynë me vetbesim dhe dolën të rrëzuar. Çdo rënje i binte të gjithë edhe më shumë se ajo nuk kishte asnjë shans. Rregullat u shpallën. Koha ishte e kufizuar. I pari hyri, u hodh dhe u flak tutje. Turma bërtiti. Bubullima u tërhoq, tunte kokën. Elira nuk shikonte shfaqjen, shikonte kalin. Vinte re veshët, frymëmarrjen, reagimet. E kuptoi qartë, ai nuk ishte i çmendur, ishte i tmerruar. Të dytë, të tretë, të katërt ran. Një vaqer i fort arriti të qëndronte pak çaste, por u hodh përdhe. Një tjetër nga Uberlëndia u rrëzua pa e kuptuar si. Sa herë që rrethimi mbushej me britma dhe lëvizje, bubullima shpërthente. Sa herë që mbetej vetëm, qetësoi. Pas shumë përpjekjesh, atmosfera ndryshoi. Atëherë u ngrit Dritan Berisha, rregulloi kapelën dhe shpalli se tani do të hynte një burr i vërtetë. Ai u afrua shpejt, hodhi litarin me forcë. Bubullima u shmang dhe e goditi me kraharor. Dritani u përpoq sërish, u hodh dhe për një çast turma brohoriti. Pastaj kali u ngrit dhe e flaku përpara. Dritani ra me fytyrën në pluhur. Kur doli, i turpëruar dhe i qal, kaloi pranë Elirës dhe për herë të parë nuk guxoi ta shikonte në sy. Ajo uli kokën dhe vazhdoi përpara. Më shumë tentativa, asnjëra nuk pati sukses. Korali tashmë ishte i mbuluar me gjurmë fundrash, shenja fërkimi në gardh, shenja rënjeje në tokë. Era e djersës dhe e frikës ishte aq e fortë sa ndjehej nga larg. Bubullima lëvizte sa majtas djathtas, duke marrë frymë rënd, trupi i mbuluar nga shkum e bardhë. Çdo përpjekje e linte më vigjilent, më agresiv, më të mbyllur. Agim Krasniqi vështronte nga lart me fytyrë të ngrirë. Argëtimi kishte mbaruar prej kohësh. Kjo nuk ishte më shfaqje, ishte një mesazh që kali po ua jepte të gjithëve aty, askush nuk më komandon. Dhe sa më shumë kalonte koha, parat mbi tavolinë dukeshin gjithnjë më të sigurta. Organizatori hodhi syt nga fletorja. Kishte mbetur vetëm një emër.
Mori megafonin dhe shpalli me një zë të lodhur, të pabesueshëm, pjesëmarrësja e fundit, Elira Noga. Zhurma e fermës ra menjëherë. Bisedat pushuan, të qeshurat ushuan. Një heshtje e çuditshme ra mbi vend, e rënd si qielli para stuhis. Të gjithë u kthyen nga vajza e dobët, e mbështetur te gardhi anësor, me një litar të thjesht në dorë dhe një këmish me kuadrate që i rrinte e madhe. Dritan Berisha, ende me pluhur në rroba dhe krenarinë e coptuar, tha me zë të lartë se ajo nuk do të duronte as pak sekonda. Disa qeshën, por ishte një e qeshur nervoze, e përzier me kureshtje. Pas gjithë atyre burrave që kishin rënë, të gjithë donin të shihnin çfarë do të bënte ajo vajzë. Elira la gardhin, mori frym thellë. Zemra i rrite fort, por duart i kishte të qëndrueshme. Eci drejt portës së koralit. Organizatori e hapi dhe ajo hyri. Bubullima ndaloi menjëherë. Ktheu kokën nga ajo, veshët ju ngritën, trupi ju ngurtësua. Sytë e errët u ngulën mbi figurën e vogël që kishte hyrë në territorin e tij. Dhe Elira bëri të vetmen gjë që askush tjetër nuk kishte bërë më parë, asgjë. U ndal disa hapa larg dhe qëndroi aty në këmbë, duke marrë frym. Litari i vari lirshëm nga dora, pothuajse duke prekur tokën. Krahët i kishte të lirë, fytyrën të qetë, sytë ulur nga toka para këmbëve. Nuk avancoi, nuk bërtiti, nuk lëvizi litarin. Asnjë gjest kërcënues. Bubullima u hutua. Veshët i lëvizën përpara, pastaj anash, si antena që kërkonin një sinjal të panjohur. Me të tjerët modeli ishte gjithmonë i njëjtë, tension, erë frike, lëvizje të shpejta, përpjekje për kontroll. Por ajo figurë e palvizur nuk ndiqte asnjë model dhe kjo e çorientonte kafshën më shumë se çdo forcë. Turma heshti. Pastaj filluan pëshpëritjet, talljet, por Elira nuk dëgjoi asgjë. Bota jashtë ishte zhdukur. Ishin vetëm ajo dhe Kali. Frymëmarrja e tij e fortë, e shpejtë, mosbesuese. Aty ishte përqendrimi i saj, sepse frymëmarrja tregon gjithçka. Ajo filloi të ecte ngadalë, në gjysmë rreth, duke mbajtur të njëjtën distancë, sytë gjithmonë poshtë. Nuk e sfidoi me shikim. I kërkoi leje. Trupi i anuar, lëvizje të parashikueshme. Durimi i publikut po shuhej. Agim Krasniqi u përkul përpara, duke ngushtuar sy. I dukej si një vajzë e humbur, por diçka po ndryshonte. Bubullima ndaloi së goditur i tokën. Frymëmarrja u qetësua. Veshët që zakonisht ngjiteshin pas koke, tani ishin përpara, drejt Elirës. Hutimi zëvendësoi pa durimin. Ajo e ndjeu ndryshimin. Mori një hap të vogël, ndaloi. Një tjetër, Kali e pa me kureshtje, jo me agresivitet. Për një çast qëndruan të dy të palvizur, të lidhur nga diçka që askush nuk mund ta shite. Elira nxori ëmbëlsiren nga xhepi dhe shtriu dorën me pëllëmbën hapur. Aroma e ëmbël u përhap në ajrin e nxehtë. Bubullima u afrua. Turma mbajti frymën. Pa pritur, Kali u hodh përpara me vrull. Një britm u ngrit. Por Elira nuk lëvizi. Qëndroi aty, rënje në tokë, duke dridhur brenda, por e palëkundur jashtë. Kali ndaloi shumë pranë saj. Për herë të parë, ajo e pa drejt në sy, pa frikë. Pastaj, ngadalë, Bubullima uli kokën. Jo nga dorëzimi, por nga lehtësimi. Mori ëmbëlsiren dhe filloi ta përtypte ngadalë. Elira e preku lehtë në qafë, një prekje që kërkonte leje. Trupi i Kalit u tendos për një çast, por ai nuk u largua. Prekja nuk kërkonte asgjë. Dhe gjithë ferma mbeti e heshtur, duke parë diçka që nuk e kuptonte plotësisht, por që e ndjente se ishte e rëndësishme. Por efekti ishte i menjëhershëm. Bubullima u ndal. Këmbët e pasme u çlodhen, shpina u kthye në pozicion normal dhe lëvizja për të ngritur në këmbë vdiq para se të fillonte. Kali bufiti edhe një herë, gjatë dhe fort, sikur po nxirrte jashtë gjithçka që kishte mbajtur të mbledhur gjatë gjithë ditës, përpjekjet, agresivitetin, frikën. Pastaj filloi të ecte ngadalë, një hap, pastaj një tjetër, me kujdes, sikur po provonte çfarë do të thoshte të kishte dik mbi shpinë pa dhimbje. Elira Noga shoqëronte çdo lëvizje me trupin e saj, pa detyruar drejtim, pa tërhequr asgjë, vetëm duke balancuar peshën dhe duke udhëzuar rrugën me një prekje pothuajse të padukshme të duarve mbi krif. Një xhiro rreth koralit. Bubullima ecte pranë gardit, duke kaluar para turmës që e shikonte me sy të mbushur dhe gojë hapur. Çdo hap ishte më i sigurt se i mëparshmi. Koka e Kalit u ul pak nga pak, qafa u çlodh dhe hapi u bë më i lehtë.
2 Gjiro. Në kalimin e dytë përpara platformës së Agim Krasniqit, Kali tashmë ecte me një trot të butë, pothuajse elegant, sikur po u tregonte të gjithëve çfarë mund të ishte kur trajtohej me respekt dhe jo me forcë. Heshtja vazhdoi edhe disa çaste pasi Elira e ndali bubullimën në qendër të koralit. Mjaftoi një prekje e lehtë në krif dhe një presion i butë me thembra. Kali u ndal i qetë, i bindur, i butë. Atëherë një grua në turm filloi të qante. Jo qetë, por me dënesa të forta, me duart mbi fytyrë, sikur gjithë tensioni i mbajtur gjatë pasdites kishte shpërthyer. Filloi të duartrokiste mes lotësh. Pastaj një tjetër dhe një tjetër. Brenda pak çastesh, e gjithë ferma ishte në këmbë. Njerëz që bërtisnin, duartrokisnin, qanin dhe përqafoheshin. Te hyrja e fermës, larg zhurmës, mentor Noga e dëgjoi. Në fillim mendoi se ishin fishkëllima, se diçka kishte shkuar keq. Zemra ju shtrëngua fort, por pastaj e kuptoi se ishte duartrokitje e madhe dhe e pandalshme. Filloi të ecë, pastaj të vrapoi me këmbë që i dridheshin. Kur pa koralin, pa vajzën e tij mbi kal, të qetë. Këmbët ju prend dhe ra në gjunjë, duke qarë nga lehtësimi, krenaria dhe malli për Luljeta Nogën, që gjithmonë kishte thënë se ajo vajzë do ta befasonte botën. Elira zbriti, e përkëdheli bubullimën për herë të fundit dhe u drejtua nga dalja. Turma i hapi rrugë. Në platformë, Agim Krasniqi qëndronte në këmbë, me kapelën shtypur mbi kraharor. Zbriti ngadalë dhe ndaloi përballë saj. Përpara të gjithëve, kërkoi falje. Pranoi se kishte gabuar, se kishte nënvlerësuar dhe se kishte mësuar diçka atë ditë. Ai i dorëzoi paratë, ashtu siç kishte premtuar, dhe bëri edhe një ofertë, që Elira të kujdesej për të gjithë kuajt e fermës, me punë të rregull dhe pagë të qëndrueshme. U kthye nga mentor Noga dhe i ofroi edhe atij punë dhe strehim pranë mjekut. Turma shpërtheu sërish në duartrokitje, këtë herë nga respekti. Jeta e familjes Noga ndryshoi. Borxhet u shlyen, shtëpia u rregullua dhe shëndeti i mentor Nogas u kujdes. Bubullima u bë Kali më besnik i fermës, i qet vetëm me Elirën. Ylli jetoi vitet e fundit me dinjitet. Dhe në qytetin e qetë, historia nuk u shkrua në gazeta, por u mbajt mend nga të gjithë, ata donin ta mposhtnin Kalin. Ajo deshi ta kuptonte.